Ju përshëndes të gjithëve, të do jemi së bashku në Scan Review me mua Ernilda Luze për të njohur me zhvillimet kryesore ekonomike të javës. Në lajmet kryesore që shënjuan javën veçojmë, më pak shqiptarë rezultojnë të kenë paguar në euro për sigurimin e jetës, makinës dhe pronës për gjatë vitit 2024. Sipas një analize të kryer nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, vlera e primeve të shkuara bruto nga sigurimi i jetës dhe jo jetës arriti në 24 miliard në vitin që lan pas, ndërsa shumica janë në lek dhe vetëm 29.8% në euro. Shqipëria është përzgjedhur si vendi i nderit për 2025 në panairin ndërkombëtar të turizmit që u zhvillua në Berlin të Gjermanisë. Gjatë konferencës për shtyp, kryeministri Edi Rama foli për rritjen e numrit të turistëve dhe fluturimeve përmes aeroportit Nën Tereza, duke shtuar se Shqipëria është në treshën kryesore të organizatës botërore të turizmit së bashku me Katarin dhe Arabinë Saudite me rritjen më të shpejtë. Bashkitë kanë rritur ndjeshëm performancën në mbledhjen e të ardhurave ndër vite, pavarësisht se ende nuk janë në potencialin e duhur. Referuar një analize të bërë nga Altax, të ardhurat nga pushteti vendor kanë pasur një rritje të qëndrueshme, duke arritur në 40.3 miliard lekë në vitin 2024. Sipas analizës, kjo rritje është një tregues i menaxhimit të përmirësuar financiar nga autoritetet lokale. Të dhënat më të fundit nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare tregojnë se në vitin që lan pas, vlera seteve neto të fondeve vetëm në valutë ka pësuar rritje në krahasim me fundvitin 2023 për shkak të rritjes së veprimtarisë së këtyre fondeve dhe hyrjes në treg të një fondi të ri investimesh që kryen aktivitetin në monedhën euro për gjatë kësaj periudhe. Buxheti i shtetit ka argëtuar nga tatimi mbi të ardhurat personale për muajin janar afër 73 milion euro, duke shënuar një performancë tejet pozitive në raport me janar 2024, si dhe të njëjtat periudha të viteve të mëparshme. Konkretisht, rritja në krahasim janar 2024 është afër 16 milion euro ose 28%, duke bërë zërin e dytë me kapërcimin më të lartë pas TVSH-s. Ndërkohë, për më tepër informacion, ndiqni materialin e përgatitur nga Departamenti i Informacionit në Scan TV. Bashkitë kanë rritur ndjeshëm performancën në mbledhjen e të ardhurave ndër vite, pavarësisht se ende nuk janë në potencialin e duhur. Referuar një analizë të bërë nga Altax, të ardhurat nga pushteti vendor kanë pësuar një rritje të qëndrueshme duke arritur në 40.3 miliard lekë në vitin 2024 nga 12.4 miliard lekë në vitin 2014, me afro 225%. Sipas analizës, kjo rritje është një tregues i menaxhimit të përmirësuar financiar nga autoritetet lokale, të cilat kanë rritur mbledhjen e tatimeve dhe kanë zbatuar politika të mira fiskale. Ndërkohë që ky trend mund të lidhet gjithashtu me një decentralizim të madh të ardhurave dhe shpenzimeve. Pas një rënje në 2 muajt e mëparshëm, besimi në ekonomi është përmirësuar për gjatë muajit të shkurtë të këtij viti. Sipas një evaluatimi të bërë nga Banka e Shqipërisë, treguesi i ndjesës ekonomike u rrit me 0.9% në gjithë sektorët e ekonomisë, me përjashtim të atij të shërbimit dhe ndërtimit. Konkretisht, besimi i konsumatorëve në ekonomi regjistroi rritje me 2% në muajin e shkurtë të këtij viti, duke ndërprerë prirjen të 2 muajve të fundit. Qytetarët shqiptarë shohin me optimizëm situatën e përgjithshme të ekonomisë të ardhmen, por edhe blerjet në shuma të mëdha. Konsumatorët presin papunësi dhe çmime të ulta në të ardhmen. Edhe treguesi i besimit të u rrit me 3.2%, ndikuar nga vlerësimet pozitive të historisë aktuale të biznesit të tyre, por jo vetëm. Rreth 115 milion megavatorë energji u tregtuar në bursën shqiptare të energjisë elektrike për gjatë muajit janar të këtij viti, teksa vlera e transaksionit llogaritet në rreth 33.8 milion euro. Sipas dhënave të tregut të ditës në avans të raportuara nga Alpex, çmimi mesatare regjistruar është në 146.43 euro për megavator, një çmim 68% më i lartë se janari vitit të kaluar. Krahasimi i çmimit i përket vetëm zonës ofertuese të Shqipërisë, pasi Bashkimi i Tregjeve të Energjisë mes Shqipërisë dhe Kosovës nisi në muajin e shkurtë të vitit 2024. Ndërkaq Alpex ka raportuar edhe shifrat e tregut të ankandeve brenda të njëjtës ditë, që nisën të zhvilloheshin në muajin dhjetor të vitit 2024. Në vitet e fundit, tregu i pasurive të paluajtshme në Shqipëri ka përjetuar ndryshime të rëndësishme, duke reflektuar zhvillimet ekonomike dhe urbanistike të vendit. Çmimi mesatar i në treg varion ndjeshëm sipas zonave. Sipas dhënave të analizuara nga Scanintel, në vitin 2024, vlera prafe të lejeve të ndërtimit e miratorë për banim vlerësohet në rreth 72 miliard lekë, ose 727 milion euro. Ndërkohë që po të njëjtat dhëna tregojnë se sipërfaqja e lejes për ndërtesa dhe banim për vitin 2024 regjistruohet në afërsisht 2 milion metra katror.
Kështu nga këto dy tregues mund të themi se 1 metër katror në Shqipëri kushton rreth 36.000 lekë ose rreth 360 euro. Referuar të dhënave për 5 vitet e fundit, shohim se kjo vlerë ka arritur në nivel më të lartë se 2023 dhe 2024. Në vitin 2020 1 metër katror kushton të rreth 35.000 lekë. Shqipëria është përzgjedhur si vendi i nderit për vitin 2025 të panelit ndërkombëtar të turizmit që u zhvillua në Berlin të Gjermanisë. Gjatë konferencës për shtyp të mbajtur përpara hapjes së panelit, Kryeministri Rama foli për rritjen e numrit të turistëve dhe fluturimit përmes aeroportit ndërkombëtar në Tereza, duke shtuar se Shqipëria është në treshin kryesor të kartës së Organizatës Botërore të Turizmit, së bashku me Katarin dhe Arabinë Saudite, me rritjen më të shpejtë. Teksa u pyet në lidhje me politikat që parashikonin të ndërmarrë qeveria shqiptare për të tërhequr sa më shumë kompani ajrore, Rama foli për ndërtimin e aeroporteve, duke shtuar se si vit pritet të nisë operimi i aeroportit ndërkombëtar i Vlorës. Gjatë konferencës Rama u pyet edhe për zhvillimin e transportit rrugor dhe atitjetar si një alternativë për turistët që duan të vizitojnë Shqipërinë. Më pak shqiptarë dojnë që të kenë paguar në euro për sigurimin e jetës, makinës dhe pronës për gjatë vitit 2024. Sipas një analize të kryer nga Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare, vlera e primit të shkruar bruto nga sigurimi i jetës dhe jo jetës arriti në 24 miliardë lekë në vitin 2024, ndërsa shumica në lekë vetëm 29.8% janë në monedën e përbashkët europiane. Konkretisht pesha e primit në euro, kundrejt primeve të shkruar bruto në total, për aktivitetin e jetës ka shruar një rënje me rreth 2.7%, duke arritur në 26.5% nga 29.2% që ka qenë në fund vitit 2023. Ndërkohë që pesha e primit në euro kundrejt totalit për aktivitetin e sigurimit të jetës ka pasur një rënje me 1.2% krahasuar me fund vitin e vitit 2023. Që për vitin 2017 Ministri i Financave, Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare dhe Banka e Shqipërisë kanë ndërmarrë disa veprime për të ulur përdorimin e monedhave të huaja në ekonomi, sipas sektorëve të cilët mbikëqyrin apo operojnë në aktivitetin e tyre. Teksa fluturimit parashikohet që të nisë në vitin 2025, raporti ndërkombëtar i Vlorës ka hapur thirrjen për punësimin e stafit. Sipas një njoftimit të publikuar nga Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Belluku, në total janë 100 vende të lira pune në pozicione të ndryshme, ndërkaq me përfundimin e pistës, ngritjen e terminalit, kullës së vrotimit dhe gjithë infrastrukturës tjetër aeroportuale, janë zhvilluar një sër tenderash në funksion të shërbimit të kontrollit të trafikut ajror, funksionimin e sistemit të ri të kullës, si dhe drejtimin e rrjetit elektrik, rrugor dhe hekur udhëzor, që do të shërbejë funksionimit të tij. Sipas Instat, pesha e humbjeve në rrjetin total në energjisë elektrike në dispozicion gjatë vitit 2024 është 19.8% nga 21% që ishte në vitin 2023, duke shtuar një ulje me 1.2%. Për gjatë gjithë vitit 2024, humbjet në transmetimin e energjisë janë ulur në 8.6% dhe humbjet në shpërndarje kanë në 1.5% krahasuar në vitin 2023. Sa të kanë humbjeve në rrjetin e shpërndarjes, ndikim në rënien e tyre e kanë pasur humbjet jo teknike, apo e thënë ndryshe vjedhjet. Sipas Instat, to humbje ranë me 6% për gjatë vitit 2024 në raport me vitin më parë. Gjithsesi për vitin 2024, pas rreth 416.000 MWh energji, rezulton të jetë humbje jo teknike, ndërkohë që humbje teknike, që vijnë si pasojë e rrjetit të amortizuar, regjistruan thuajse në të njëjtat nivele. Fshati Bog në Malësinë e Madhe konsiderohet si një destinacion turistik malor më tërheqës, ndërsa rritja e interesit të vizituarve ka shtuar nevojën për ndërtimin e rrjetit të ri elektrik. Në këtë kuadër, Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim ka hapur tenderin për kompaninë që do të zbatojë punimet dhe pjesë e projektit për ndërtimin e rrjetit të ri të shpërndarjes për të rritur aksesin e energjisë elektrike në Alpet shqiptare. Hapja e tenderit vjen një javë pas lidhjes së kontratës me vlerë 2.3 milionë euro, që gjithashtu ka në fokus investimin në rrjetin elektrik në zonën e Alpeve. Projekti financohet nga Bashkimi Evropian nëpërmjet asistencës teknike dhe granteve të investimit në masën 40 milionë euro, si dhe krediave sovrane plotësuese dhënë nga Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim për 60 milionë eurosh, ndërkohë që ky projekt zbatohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Njësër sektorës të ekonomisë do të vijojnë që të përfitojnë më shumë lehtësi fiskale të qeverisë shqiptare dhe në fund të vitit 2029, drejtoria e përgjithshme e tatimeve qartëson bizneset si tatim fitimi për agroturizmin, me qëllim zhvillimin e mëtejshëm të këtij sektori, për të përgjigjur edhe fluksit të rritjes të turistëve, por edhe interesin e tyre për të eksploruar rajone të ndryshme dhe produktet lokale, do të jetë në masën 5% dhe në fund të vitit 2029. Po ashtu me këtë normë tatimore, do të trajtojnë edhe shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor, si dhe veprimtaritë ekonomike që prodhojnë apo zhvillojnë software, të regjistruara përpara hyrjes në fuqi të ligjit. Industria automotive me qëllim zhvillimin e saj dhe gjenerimi vendeve të reja të punës do të trajtojë sërish me përparësi dhe në fund të vitit 2029, duke u tatuar me 5%.
Për gjatë vitit 2024 janë shtuar personat që zgjedhin të investojnë paratë e tyre në bona thesari dhe obligacione përmes fondit të investimit. Të dhënat më të fundit publikuara nga AMF tregojnë se fondit të investimit numëronin rreth 37.000 anëtarë për gjatë vitit 2024, rreth 17% më shumë se viti 2023. Kjo tregon se shqiptarët po diversifikojnë mënyrat e investimit të parave të tyre. Megjithatë, pavarësisht rritjes, investimet në titull qeveritar vijojnë që të mbeten në nivele shumë të ulta krahasuar me format tradicionale të investimit të parave në depozita apo në pasuri të paluajtshme. Ka statistikat e Autoritetit Mbikëqyrjes Financiare rezulton se vlera e aseteve arriti në 61.36 miliard lekë ose rreth 625 milionë euro, me rritje prej 22% krahasuar me fundin e vitit 2023. Të dhënat më të fundit publikuara nga Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare tregojnë se viti që lan pas, vlera e aseteve neto të fondeve vetëm në valutë ka pasur një rritje krahasuar me fundvitin e vitit 2023 për shkak të rritjes së aktivitetit të këtyre fondeve dhe hyrjes në treg të fondit të reinvestimesh që kryen aktivitetin në monedha për bashkët evropiane për gjatë kësaj periudhe. Megjithatë, pesha specifike për këto fonde, që zë ndaj totalit të aseteve neto në tregun e fondeve të investimit, ka pasur rënje të lekë në 9.74% në fund të vitit 2024. Në total, vlera neto e aseteve të tregut u rrit me 22% për gjatë vitit 2024, ndërsa edhe më shumë individ shfaqin interes për të investuar në këto fonde. Nga 18 fonde investime që operojnë aktualisht në Shqipëri, në këtë treg kanë hyrë në aktivitet 13 fonde të hapura me ofertë publike, 7 nga të cilët ushtrojnë aktivitet në valutë huaj, kryesisht në monedha përbashkëte evropiane. Indeksi i çmimeve të prodhimit të produkteve për tregun vendas ka shënuar një rritje 1.3%, ndërkohë që indeksi i çmimit të prodhimit të produkteve për eksport shënon një rritje me 0.5%. Skanitel ka analizuar të dhënat edhe precurin e çmimeve të importit. Sipas dhënave rezulton se produktet e importit janë më të lira. Treguesi që matë çmimet e këtyre produkteve, pra indeksi i çmimit të importit, në 3/4 të vitit 2024 arriti në 108 kundrejt vitit 2021 si periudha bazë. Çmimet e importit të produkteve për seksion si energji elektrike, gazi, avulli dhe ajri kondicionuar, shënon një ulje me 5.2%, pasuar nga seksionet industria përpunuese me peshën më të madhe për 93.5% me 0.7%. Vitet e fundit referuar dhënave të marra në analizë nga Skanitel, ndërtimi po luan një rol të rëndësishëm në ecurinë e ekonomisë së vendit, teksa sipërfaqet e lejve janë shtuar ndjeshëm, sidomos në kryeqytet, edhe tregu i pasurive të paluajtshme është zëruar më tej. Të dhënat të fundit të INSA tregojnë se lejtë e dhëna për ndërtim kanë rritur vlerën e 1 miliard eurove në total për gjatë gjithë vitit 2024. Sipas Instat, indeksi i kushtimit në ndërtim në 3 muajin e fundit të vitit 2024 arriti në 112.7 kundrejt 3 muajve të 4 të vitit 2021 si periudha bazë. Ndryshimi vjetor i indeksit të kushtimit në ndërtim në 3 muajin e 4 2024 është 1.2%, ndërkohë që në vitin e parë ky ndryshim ishte 4.1%. Kostot nga vlerësuar rritjen e vetë për arkun kohor të një viti, por edhe krahasuar me 3 muajin e tretë të këtij viti, ku rritja vlerësoi në 1.6%. 2025 ka nisur me rritjet e ndjeshme të konsumit të karburantit, por edhe mallrave të tjerë të aksizës. Për gjatë muajit janar të këtij viti janë importuar dhe rrjedhimisht ka shkuar për konsum nga qytetarët shqiptar dhe turistët 53.2 mijë ton karburant. Krahasuar me janar në vitin 2024, importet e këtij produkti kanë kapurcyer me 7.2 mijë ton më shumë. Rritja e konsumit të karburantit, si nga produktet kryesore që ndikojnë në zinxhirin ekonomik të mallrave dhe shërbimeve, sinjalizojnë rritje të kërkesës së brendshme dhe rritje të ekonomisë së Shqipërisë. Po ashtu rritjet e ndjeshme ka pasur dhe importi i birës, ku duket se strukturat akomoduese po bëhen gati që të presin më shumë turist. Në janar të vitit 2025 janë importuar 3256 ton birë, nga 2400 ton të importuara në janar të vitit 2024. Buxheti i shtetit ka rikthyer tatim të ardhurat personale për muajin janar afro 73 milionë euro, duke shënuar një performancë të pozitive në raport me janarin e vitit 2024, si dhe me të njëjtat periudha të viteve të mëparshme. Konkretisht rritja në janar të 2024 është afro 16 milionë euro ose 28%, duke bërë zërin e dytë me kapërcimin më të lartë pas TSH-s, ndërsa në raportin e janarit 2015, këto të ardhura janë thyese dyfishuar. Për gjatë 2 viteve të fundit, është ndërmarrë reforma rritjes së pagave në administrata publike, ku paga mesatare kaloi në nivelin e 900 eurove, duke bërë që edhe tatimi i paguar mbi pagën që marrin të jetë më i lartë. Kjo reformë ka vënë në lëvizje edhe sektorin privat, duke nxitur në mënyrë indirekte lëvizjen e paga, çka ka sjellë edhe konsum të shtuar.
Shqipëria është renditur në vend të 50 nga 176 shtetet në total në indeksin e rritjes ekonomike për vitin 2025, të publikuar së fundi nga Heritage Foundation. Indeksi i vitit 2025, i cili merr në konsiderat politikat dhe kushtet ekonomike të vendet të botës nga 1 korikut 2023 deri në 30 qershor 2024, zbulon një ekonomi botërore që në tërësi e marrë mbetet kryesisht e palirë. Në këtë indeks Shqipëria vlerësohet me 66.6 pikë nga 100 total. Krahasuar me vitin e kaluar, vendi ynë është përmirësuar në pikëzim. Një tjetër zhvillim pozitiv për Shqipërinë është fakti se në këtë klasifikim ajo renditet e para në rajon, duke lënë pas Serbinë në vend të 64, Malezin në vend të 67, Maqedoninë e Veriut në vend të 73, Bosnjë Hercegovinë në 70 dhe së fundi Kosovën në vend të 78. Nga 265 pasuritë konfiskuara të krimit, vetëm 68 prej tyre rezultojnë që të enden me qira nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Paluajtshme të sekuestruara dhe të konfiskuara. Sipas katalogut të publikuar nga kjo e fundit, 107 prona janë aktualisht në administrim shtetëror dhe të gatshme për përdorim social, shitja apo dhënia me qira. E vetmja pengesë është se interesi i qytetarëve shqiptar për të marrë ato në zotërim është te i ulët, siç tregojnë edhe shifrat e publikuara së fundmi. Duke qenë se pjesa më e madhe e tyre gjenden në Tiranë dhe Vlorë, edhe numri i tyre të lëshuara me qira ka qenë më i lartë në këto dy qytete. Nga ana tjetër, edhe pse Saranda ka një numër të konsiderueshëm pronash të konfiskuara pranë Bregdetit, interesi për të marrë ato me qira ka qenë zero. Qeveria shqiptare ka ndërmarrë një iniciativë për krijimin dhe funksionimin e dritares së vetme për doganat, që synojnë të lehtësojë tregtinë e jashtme dhe të thjeshtoj procedurat për bizneset. Referohet për ligjit e hedhur për konsultim publik, koncepti i dritares së vetme paraqitet edhe si një lehtësi që lejon parat të përfshirë në tregti dhe transport të depozitojnë elektronikisht vetëm një herë informacionet e kërkuar përmes dokumenteve të standardizuara në një pikë të vetme hyrje, për të përmbushur gjitha kërkesat rregullatore që lidhen me importin, eksportin dhe tranzitin. Përmes krijimit të dritaret të vetme synohet të thjeshtohet edhe procesi për punimit të informacionit që kërkohet për të përmbushur kërkesat rregullatore të lidhura me tregtinë, të cilat paraqiten si formalitete jo doganore, duke sjellë përfitime si për autoritetet shtetërore, ashtu edhe për operatorët ekonomik të cilët kryejnë aktivitet në fushën e import-eksportit. Qeveria shqiptare ka miratuar kriteret e reja të skemës kombëtare të subvencionit në sektorin e bujqësisë për vitin 2025, shkaja për rrugën nisjes së aplikimit nga ana e fermerëve. Ministra e Bujqësisë Denaj bën me dije se skema ka disa rrezik këtë vit. Ndërsa bën me dije detajet e skemës, ministra theksoi se naftën falas në sektorin e bujqësisë do të përfitojnë më shumë se 50.000 fermerë, por do të përforcohen kontrollet. Fondi fillestar që do të shpërndahet është i njëjtë me atë të vitit 2024, rreth 3.2 miliard lekë. Në 686 milion lekë ka arritur vlera e dëmeve të paguara nga kompanitë e sigurimit në janar të këtij viti. Të dhënat e fundit publikuara nga Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare tregojnë se dëmet e paguara bruto u rritën me gati 13%, ndërsa pjesa më e madhe e tyre i përkasin sigurimit motorik. Gjithsesi shoqëritë e sigurimit kanë paguar rreth 515 milion lekë për automjetet e përfshira në aksidente. Numri i dëmeve të paguara në janar 2025 rezulton rreth 6.000, 178 më shumë se viti paralendës. Se takon sigurimit i jetës, produkti i jetës së debitorit ka vlerat më të larta të pagesave të dëmeve, ndërsa në kategorinë e jo jetës, pas atij motorik, vjen sigurimi i mjeteve toksore, i sëmundjeve dhe më pas sigurimi nga zjarri dhe forcat e natyrës. Niveli i dioksidit të karbonit, dioksidit të azotit dhe grimcave PM10 dhe PM2.5 në Tiranë është e normave të lejuara. Dhënat i përkasin raportit vjetor alternativ për cilësinë e ajrit dhe ndotjen akustike të hartuar nga Koplan me mbështetje financiare të ambasadës suedeze, bazuar në matet e realizuar në periudhën qershor-dhjetor 2024. Gjatë prezantimit u bë me dije se këto dhëna janë në kontrast me dhënat që raportohen nga institucionet shtetërore. Përgjatë fjalës së tij, përfaqësuesi i ambasadës suedeze vuri theksin tek nevoja e marrjes së masave të nevojshme për mbrojtjen e mjedisit, edhe në kuadër të plotësimit të detyrimeve që ka vendi ynë për të anëtarësuar në Bashkimin Evropian. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural pret që drita e Shqipërisë për i parë tre të jepet në vitin 2026, duke dhënë kështu mundësi fermerëve që të përfitojnë në 9 fushat kryesore që do të mbështeten me fonde në sektorin e bujqësisë. Ndërkohë është mbyllur luvrimi i fondeve për fermerët përfitues nga i parë 2, që i takon periudhës 2014-2022 me një financim total për rreth 94 milionë eurosh. Sipas ministrisë, në muajin korrik të këtij viti, do të ketë një raport për realizimin e këtyre detyrave dhe në vjeshtën e këtij viti do të auditojnë masat e ndërmarra nga Ministri i Bujqësisë dhe AZBR. Norma mesatare e interesit për kreditë konsumatore ka pësuar një rënje të mëtejshme në gjysmën e dytë të vitit 2024. Sipas dënave të publikuara nga Banka e Shqipërisë, norma mesatare efektive e interesit
për kredi deri në 200.000 lekë, zbriti në 70.91% nga 71.39% që kishte qenë 6 milionë më parshëm. Për kredit me shumë nga 600.000 deri në 2 milion lekë, norma e interesit zbriti në 11% nga 11.6% që kishte qenë 6 milionë më parshëm. Norma mesatare e interesit nuk nënkupton vetëm normën nominale të interesit të kredis, por të gjitha kostot që i ngarkojnë klientit për kredin, duke përfshirë edhe komisionet apo tarifat të tjera. Fermerët do të kenë mundësinë që së shpejti të aplikojnë për pagesat direkte në skemat e subvencioneve për vitin 2025. Vendi i Qeverisë shqiptare përcakton edhe kriteret e reja ku përmes disa masave do të mbështetet rritja e konkurrentshmërisë në sektorin bujqësor dhe ulja e kostove për fermerët. Konkretisht do të jepet pagesë direkte për gjedhet në vlerë deri 10.000 lekë për krerë lop dhe deri 5.000 lekë për krerë viça për fermerët aplikant. Nga në rast se masa e përgjithësimit përgjysmohet për kalimin e kufirit të vendosur për bashkimet e fermerëve, pagesa do të jepet në masën 100%. Operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike ka mundur që të faturojë një sasi të vogël të vjedhjeve të energjisë. Sipas dënave zyrtare të publikuara nga Enti Rregullatori i Energjisë për vitin 2024, janë faturuar si dëm ekonomik 6.200 megavatorë energji. Për vitin 2020, kushdo që vjedhë energjinë elektrike penalizohet me gjobë kilowatësh, apo e thënë ndryshe, sasia e energjisë konsumuar në formë të paligjshme konvertohet në lekë dhe faturohet. Ndërkësh sipas dënave zyrtare nga Instituti i Statistikave, humbjet teknike ranë me 6% në vitin 2024 në raport me vitin më parë. Në fakt, për gjatë vitit që shkoi, operatori i sistemit të shpërndarjes ndërmori kontrolle të shumta për abuzime me energjinë elektrike tek subjekte të ndryshme në gjithë vendin. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për ju. Bashkë mirupafshim.